Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Kam lexuar për një njerëz që ka thënë se përpara se të martohej kishte 6 teori se si të rriste fëmijët. Ai thotë tani kam 6 fëmijë, por nuk kam asnjë teori. Jam i sigurt që keni dëgjuar për këshillën e përmbledhur të Mark Twainit për të rritur fëmijët. Ai thotë gjërat shkojnë shumë vaj derisa fëmia bëhet 13 vjeç. Kjo është koha kur duhet i futesh në një fuqi, t'ja mbyllësh mirë kapakun dhe t'i ushqesh përmes një vrime. Dhe pastaj vazhdon kur të mbush 16 vjeç, mbyllë vrimën. Jo, nuk mendoj se duhet kjo. Nëse ka patur ndonjëherë një kohë kur kemi patur nevojë për inkurajim dhe udhëzime për këtë pjesë të jetës familjare, ajo kohë është tani. Por le të tregojmë të sinqert, prindërimi është i vështirë. Unë kam 4 fëmijë dhe 12 nipër dhe mbesa në të gjitha fazat e jetës. Dhe ende kemi disa fëmijë të vegjël që na vinë në shtëpi dhe aty kemi një kuti të madhe me bloqe. Dona i ka sistemuar që t'i kenë kur të vinë. Kur vjen njëri prej tyre është qetësi. Kur vinë 2, gjërat bëhen interesante. I telefonova Jenniferit dhe i thash e gjeta këtë, mendoj se duhet ta dëgjosh këtë dhe më thuaj nëse është e vërtet. Dhe po qeshte me të madhe gjatë gjithë kohës. Këto janë ligjet e pronave për një fëmijë. Ligjet e pronave për një fëmijë. Nëse më pëlqen, është e imja. Nëse është në dorën time, është e imja. Nëse ti ma merr, prapë është e imja. Nëse unë e kisha para pak kohësh, është e imja. Nëse është e imja, atëherë në asnjë mënyrë nuk duhet jetë e jotja. Nëse po bëj apo po ndërtoj diçka, të gjitha pjesët janë të mijat. Nëse duket si e imja, është e imja. Nëse e shoh unë i pari, është e imja. Nëse po luan me diçka dhe e lëshon, automatikisht bëhet e imja. Nëse është e thyer, është e jotja. Ligjet e pronësisë për një fëmijë. E po Bibla tek Efesianëve 6 na thot: "Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Ndero baban tënd dhe nënën tënde, ky është urdhërimi i parë me premtim, që ti t'jesh mirë dhe t'jetosh gjatë mbi dhe. Dhe ju etër, mos provokoni për zemrim fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshill të Zotit." Nëse e lexoni librin e Efesianëve, do të zbuloni shumë shpejt se ky pasazh është në fund të një pjese të shkrimit ku Pali po mëson besimtarve se si të jetojnë të mbushur me frymën e shenjtë. Kjo do të thotë jesh i kontrolluar nga fryma e shenjtë. Më lejoni t'ju shpjegoj këtë si parim. Nëse duam që të kemi familje që nderojnë Zotin, kjo do të kërkojë më shumë nga sa mund të ofrojmë ne. Do duhet fryma e shenjtë që punon përmes nesh. Dhe interesante në këtë aspekt është fakti se Bibla na mëson se një nga rezultatet e të qenit i mbushur me frymën e shenjtë është se ne do t'i nënshtrohemi njëri tjetrit dhe Bibla na thotë se gratë duhet i nënshtrohen burrëve të tyre, kurse burrat duhet i duan gratë e tyre, ndërsa fëmijët duhet t'u binden prindërve të tyre dhe prindrit duhet të mbikëqyrin fëmijët e tyre. Bibla na thotë se kur jemi të kontrolluar nga fryma e shenjtë, kjo ndikon te mënyra se si jetojmë jetën në shtëpi. Dhe jam këtu për t'ju thënë se nëse doni që t'jeni të krishterë në shtëpi, kjo do të kërkojë që ju dhe fryma e shenjtë të punoni bashkë, sepse asnjëri prej nesh nuk ka fuqinë krijuese dhe energjinë në vetvete për të bërë atë që duhet. Në librin e Efesianëve, kapitulli 6 fillon duke na folur në lidhje me bindjen. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin. Kam lexuar për një babai i cili fitoi një lodër në një lojë zyre. Ai thirri bashkë të 3 fëmijët dhe i pyeti se cili duhet ta merrte dhuratën. "Kush është më i binduri?" pyeti ai. Dhe të 3 fëmijët filluan ta shihnin në heshtje. Dhe pastaj ai tha: "Kush nuk ja kthen fjalën nënës?" Sërish fëmijët dukeshin të shastisur nga pyetja. Më pas babai u tha: "Kush bën çdo gjë që thot ajo?" Me këtë pyetje, fëmijët më në fund mundën që të dilnin në një përfundim. 3 zërat e vegjël u përgjigjen një zëri: "Mirë babi, ti e fiton lodrën."
Bindja është guri themeltar për ndërtimin e një familjeje. Qofshin të krishterë ata që janë atë shtëpi apo jo, bindja është ajo që bën një familje të funksionojë. Në fakt, kemi dy pasazhe mbreslënëse në fjalën e Perëndisë që na ndihmojnë të kuptojmë se bindja në shtëpi është qendra e shoqërisë sonë. Në librin e Romakëve, në kapitullin e parë, Pali na përshkruan një kulturë që ishte shpërbër deri në atë pikë sa Bibla thotë se Perëndia heq dorë nga kjo kulturë. Dhe na jep një listë me karakteristikat e asaj kulture. Gjeni se çfarë është në atë listë. Mos bindja ndaj prindërve. Kur shkojmë te libri i dytë i Timoteut, kapitulli i 3, shohim Palin që i shkruan Timoteut dhe po përshkruan kulturën që do të jetë në këtë tokë kur Jezusi të rikthehet për të na marrë në qiell. Dhe sërish shohim një listë me karakteristika se si do të jetë bota kur Jezusi të kthehet përsëri. Gjeni çfarë është në listë? Mos bindje ndaj prindërve. Ndonjëherë kemi nevojë që të kujtojmë se ajo që bëjmë në shtëpitë tona po krijon shoqërinë në të cilën jetojmë. Shoqëria është e përbërë nga shumë familje dhe Bibla na jep disa udhëzime për të mbajtur të bashkuara familjet tona, të cilat pastaj bëhen ngjitësi që e mban shoqërinë të bashkuar. Në këtë pasazh të shkrimit, Pali na jep 4 arsye sepse fëmijët duhet u binden prindërve të tyre. Arsyeja e parë është se është një parim morali. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin. Tani dëgjoni këtë, sepse kjo është e drejtë. Sa e qartë dhe e thjeshtë është kjo e vërtet. Duhet u bindemi prindërve ta në Zotin sepse është e drejtë. Unë e di që ne po jetojmë në një kohë kur shumë po thonë se nuk ka gjëra të drejta dhe të gabuara. Por gjithashtu di se thellë brenda zemrave tona, qoftë nëse kemi qenë në kish apo jo, ne e dim se disa gjëra janë të drejta dhe disa gjëra janë të gabuara, ne e dim këtë. Në natyrë ekziston një rend i paracaktuar nga Perëndia që na tregon drejtësinë e një veprimi. Dhe me që prindrit janë ata që sjellin fëmijën në botë, dhe me që ata kanë më shumë njohuri dhe urtësi se fëmia, është e drejtë që fëmia të bindet prindërve të tij. Në letrën e Palit drejtuar Kolosianëve kemi një varg të ngjashëm që duket gati si i njëjti varg që sapo lexuam, por kemi një ndryshim të vogël të mrekullueshëm. Kolosianëve 3:20 thot: ju binduni prindërve në çdo gjë, sepse kjo është e pranueshme për Zotin. A doni që ta kënaqni Zotin? Atëherë bëni atë që është e drejtë. Nëse doni që ta nderoni Zotin që ju ka formuar, ju ka dhënë jetë dhe që dërgoi birin e tij të vetëm në këtë botë për shpëtimin tuaj, atëherë pse nuk bëni atë që është e drejtë? Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Numri 2. Ne duhet u bindemi prindërve tanë sepse bashkë me të kemi një premtim. Efesianëve 6:2 thot: ndero baban tënd dhe nënën tënde. Ky është urdhërimi i parë me premtim. Këtë pasazh e kam lexuar shumë herë për gjatë viteve, por pa u përpjekur që të kuptoj se çfarë nënkupton. Pastaj u riktheva dhe kuptova se është shumë i veçantë. Kthehet pas deri tek Eksodi 20 kur ne kemi 10 urdhërimet. Dhe urdhërimi në vargun 12 është: do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po t'i jep. Tani nëse kthehemi dhe shohim 10 urdhërime tek Eksodi 20, ajo që do të zbulojmë është se Perëndia deri në këtë pikë i kishte dhënë 4 urdhërime Mojsiut dhe asnjëri prej tyre nuk kishte ndonjë premtim të ngjitur pas, por pastaj vim tek urdhërimi 5 dhe diçka ndryshon. Pse një premtim? Unë nuk e di përgjigjen për këtë, përveç se për asnjë arsye tjetër unë besoj se është provë që Perëndia i ka dhënë një prioritet të madh këtij udhëzimi. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin dhe do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti, Perëndia yt, po t'i jep. Ne duhet të bindemi prindërve tanë në këtë kulturë sepse ky është projektimi i Perëndisë. Dhe Perëndia thotë se gjatë këtij rrugtimi do të kthejmë kokën pas dhe do të jemi të lumtur që e kemi bërë. Edhe nëse mund të hasim vështirësi tani, të hasësh vështirësi për t'ju bindur prindërve është pjesë e procesit të shkëputjes prej tyre që ne kalojmë, ndërsa plakemi. Por nëse përpiqemi ta shpejtojmë këtë proces përpara kohe, kjo ka për të na sjellë dëme të mëdha neve dhe familjeve tona. Numri 3. Biblia na thotë se duhet u bindemi prindërve tanë sepse kjo na siguron mbrojtje nga lëndimet. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin dhe pastaj thotë në vargun 3 që ti të jesh mirë. Kuptoni që në jetë, parimi i shërbimit, i punës dhe i të qenit i nënshtruar ndaj njerëzve që janë mbi ne është një proces ndërtues.
Nëse ne nuk e kuptojmë se çfarë do thotë që t'i japësh llogari dikujt, atëherë ne nuk kemi të drejtë të kërkojmë llogari asnjëriu. Autoriteti mësohet në familje, mësohet në shtëpi. Bibla thotë se nëse ne u bindemi prindërve, kjo do të jetë e dobishme për ne. Ja se cila është arsye e katërt, sepse promovon jetë të gjatë. Tani e di që të gjithë u bën të vëmendshëm për këtë, sepse të gjithë duan jetë të gjatë. Që ti të jetosh gjatë mbi dhe. Fëmijët e bindur në 10 vjetër vërtet jetonin më gjatë. Dhe disiplina në jetën e një fëmije zakonisht është e dobishme për shëndetin e mirë. A do thot kjo se një njeri që është i pabindur gjithmonë vdes më i ri, kurse ai që është më i bindur jeton gjithmonë deri në të 90-tat? Unë e di që të gjithë po mendojnë për shembuj të njerëzve të mirë, të pabindur dhe jo autoritar që kanë jetuar deri në 95 vjeç. Dhe mbase e keni në familje. Dhe po vrisni mendjen se si e ka dalë. Por më lejoni t'ju shpjegoj diçka. Këtu në këtë pjesë të shkrimit kemi të bëjmë me fjalë të urta dhe fjalët e urta jo domosdoshmërisht janë premtime. Fjalët e urta tregojnë se si është jeta. I gjithë libri i fjalëve të urta që është shkruar nga Solomoni, njeriu më i mençur që ka jetuar ndonjëherë, është një libër me shprehje, gjëra që të tregojnë se si funksionon zakonisht jeta. Ne duhet të dimë ndryshimin mes një fjale të urtë dhe një premtimi. Për shembull, në muajin prill në Portland të Oregonit, bëni mirë të mbani me vete një çadër. Kur shihni një qen pitbull që fle, bëni mirë që të mos i tërhiqni veshin. A bie gjithmonë shi në Portland në një ditë prilli? A do të kafshoj gjithmonë krahun pitbulli nëse i tërhiqni veshin? Jo, mbase jo, por këto janë të vërtetat jetës që zakonisht mund t'i besojmë. Dhe leta pranojmë një njeri që rritet rebel kundër absolutisht çdo lloj kontrolli, e ka vendosur veten në një shteg që të çon drejt dekurajimit dhe shkatërrimit dhe jo drejt një jete të mirë. Këto rrugë rebele kanë një mënyrë për ta marrë tarifën e tyre gjatë viteve që kalonin në tokë. Njerëzit që ndjekin udhëzimet e Perëndis kanë mundësi shumë herë më të mirë për të jetuar një jetë relativisht të mirë për një periudhë relativisht të gjatë. Unë ju rekomandoj që ta ndiqni këtë parim. Bindje plotësisht e angazhuar. Ai kuptua të gjitha këto arsye në këto pak vargje pse fëmijët duhet u bindën prindërve të tyre, po kemi 4 arsye të mira. Por në vargun 4, tema ndryshon dhe tani udhëzimet u jepen prindërve. Prandaj në vargun 4 kemi një mbikëqyrje plotësisht e angazhuar. Kjo pjesë e shkrimit është shkruar për prindrit. Tani e di që këtu përdoret fjala etër, prandaj ndonjëherë gratë e përdorin këtë pasazh të shkrimit për të thënë unë përjashtohem nga përgjegjësia. Kjo është për baballarët. Por dua që t'ju kthej sërish te përgjegjësia, gra, se ja se çfarë kam mësuar. Fjala që është përkthyer etër tek Efesianëve 6:4 është saktësisht e njëjta fjalë që gjendet tek Hebrejve 11:23 ku lexojmë këtë fjalë. Me anë të besimit Mojsiu, si lindi u fshe nga prindrit e tij 3 muaj. Pra udhëzimi për baballarët në të vërtetë është udhëzim për prindrit. Dhe ka disa parime që mund t'i gjejmë në vetëm një varg të shkrimit që mund ta transformojë familjen tonë nëse do t'i ndiqnim. Dhe gjyshër, këto janë gjëra që mund t'i ndani me fëmijët tuaj në kohën e dur, në çastin e dur, mbase kur ata do të pyesin për këto. Parimi i parë që nxjerrim nga ky varg është parimi i dekurajimit. Dhe ju etër, pra ju prindër, mos provokoni për zemërim fëmijët tuaj. Ky është i vetmi parim negativ që do të gjeni në këto 4 vargje. Pali nis duke na treguar se çfarë nuk duhet të bëjmë si prindër. Një nga mentorët e mi, një njeri i quajtur Warren Wiersbe, shkruan një paragraf të tërë për këtë, ja se çfarë thot ai. Baballarët i provokojnë fëmijët dhe i dekurajojnë ata duke thënë një gjë dhe duke bërë një tjetër. Duke i fajsuar gjithmonë dhe duke mos i lavdëruar kurrë, duke qenë të paqëndrueshëm dhe të padrejtë në disiplinim dhe duke treguar preferenca në shtëpi, duke bërë premtime dhe duke mos i mbajtur ato, dhe duke i zvetnuar problemet që për fëmijët i janë shumë të rëndësishme. Prindrit e krishterë ka nevojë për plotësinë e frymës në mënyrë që të jenë të ndjeshëm ndaj nevojave dhe problemeve të fëmijëve të tyre. Kur Pali po shkruante të njëjtin mësim te Kolosianët, edhe një herë ai shton diçka të veçantë. Ai thot, ju etër mos provokoni për zemërim mbi tuaj që të mos i lëshojë zemra. Po ju tregoj diçka që e kam mësuar. Për çdo herë që duhet të thoni jo, shpresoj të keni punuar shumë për të thënë po 8 ose 9 herë. Joja në kontekstin e pove është shumë herë më e fuqishme.
Joja në kontekstin e jos gati nuk ka as pak kuptim. Unë lodhem shumë për këtë, shfaqja më e keqe se si të merresh me fëmijët zakonisht gjendet tek futbolli për të vegjëlit. Nëse doni të zbuloni se si të mos i trajtoni fëmijët, shihni një ndeshje të tyre. Sepse kuptoni që parimi duhet jetë qortojeni në fshehtësi, lavdrojeni në publik. Sa prej jush e dinë se ndodh saktësisht e kundërta e kësaj. Ju i qortoni publikisht që të gjithë mendojnë se ju jeni trajneri burror që duhet jetë trajneri New York Yankees dhe jo i kësaj skuadre të vogël. Dhe nëse ata bëjnë diçka të mirë, i godisni shpatullave ndërsa kthehen për në stol. Nëse rrisni familjen tuaj kështu, para se ta kuptoni, do të keni një tuf rebelësh. Fëmijët sot kanë nevojë më shumë për tifozë se sa për kritik. Ne jemi të zotë për të kritikuar shumë prej nesh, por jo tifoza edhe aq të mirë. Është e kundërta e asaj që mëson bota, por kjo është mënyra e Perëndis. Perëndia është ai që tha për birin e tij, Jezus Krishtin, në çastin e pagëzimit të tij, ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur. Kur ka qenë hera e fundit që ky mesazh ka dalë nga goja juaj prindërore? Mos i dekurajoni fëmijët tuaj. Më pas kemi parimin e zellit. Bibla thot, por i edukoni. Të edukosh fëmijët është një shprehje e shkrimit që ka kuptimin ti ndihmosh ata moralisht, mendërisht dhe fizikisht të bëhen ashtu siç duhet. Prindrit duhet të jenë aktiv në përpjekjet e tyre për të ndihmuar fëmijët që të ndërtojnë parimet e duhura. Parimi i zellit dhe pastaj kemi parimin e disiplinimit. Por i edukoni në disiplinë të Zotit, na thot shkrimi. Në versionin e vjetër të Biblës përdoret fjala edukojeni, që do thot t'i mësoni ose t'i ndërtoni. Hebrejve 12:6 thot sepse Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen. Disiplinimi është një parim themelor i jetës që po humbet në kulturën e familjeve tona sot. Qeveria thot se nuk mund ta prekësh fëmijën tënd. Fëmijët tuaj e dinë gjërat më mirë se sa ju. Por dëgjoni fjalët e urta. Biri im, mos e përçmo ndëshkimin e Zotit. Dhe mos urre qortimin e tij, sepse Zoti qorton atë që do, si një baba djalin që atij i pëlqen. Nëse nuk i disiplinoni kur fëmijët, nëse nuk u thoni kur jo, nëse u thoni gjithmonë po për çfarëdo që ata duan, pavarësisht se sa e pavlerë mund të jetë, ajo që po u thoni fëmijëve është se juve nuk ju bëhet vonë dhe se ata mund të bëjnë çfarë të duan. Tani kemi me 10 vargje mbi disiplinimin në librin e fjalëve të urta, mund t'ju tregoj të gjitha, por nuk do t'i mbani dot mend. Sepse janë kaq shumë, prandaj dua t'ju tregoj 2 gjëra për disiplinimin që i kam mësuar nga studimet dhe nga përvoja ime. Numri 1. Disiplinim për mosbindjen, jo për gabimet. Fëmijët do të bëjnë atë që bëjnë fëmijët. Dhe kur nuk duhet të ndëshkohen për një gabim, ruajeni ndëshkimin për rebelimin dhe mosbindjen. Por mos e përdorni për gabimet kota. E dini pse e bëjmë ne këtë? Sepse na irriton. Dhe kur ne irritohemi, duam që të irritojmë dikë tjetër. Disiplinim për mosbindjen dhe kur për gabimet. Dhe parimi i dytë është po aq i rëndësishëm sa i pari. Disiplinim për një vepër individuale, kur si një sulm ndaj karakterit të një fëmije. Ja se çfarë duhet të them, nëse një fëmijë thot një gënjeshtër, kjo nuk e bën atë gënjeshtar. Kur një fëmijë merr një karamele nga dyqani i ëmbëlsirave, kjo nuk e bën atë një hajdut apo grabitës. Ai ka bërë një vepër që është e gabuar dhe duhet të përballet me këtë. Mbase ju të gjithë e mbani mend kur prindit ju kanë kthyer në dyqanin ku e kishit marrë karamelen, ju kanë detyruar të tregoni çfarë bët, ju kanë turpruar dhe janë siguruar që të mos e harronit kurrë. Por një vepër nuk krijon karakterin. Si njeriu, unë jam shumë herë më shumë se shuma e gjithë dështimeve të mia personale, faleminderit Zotit. Gjithmonë kam vepruar me karakter në jetën time, por jo çdo herë. Ndonjëherë për turpin tim kam vepruar kundër karakterit tim. Të gjithë ne kemi dështuar në disa fusha. Ne kemi bërë gjëra për të cilat ndihemi në siklet ndërsa i kujtojmë, por këto vepra individuale nuk e krijojnë një person. Një veprim nuk e përkufizon dikë. Prandaj kur i disiplinoni fëmijët, mos ngecni duke krijuar një imazh të egzageruar të jetës së tyre. Nëse vazhdoni ta bëni këtë, fëmia juaj do të bëhet përmbushja e profecisë suaj. Nëse vazhdoni ta quani gënjeshtar, kur ka gënjur një herë, ai ka për të bërë gënjeshtar. I fundit nga 4 parimet për mbikëqyrjen është parimi i drejtimit, por i edukoni në këshill të Zotit.
Trajnimi në pjesën e parë është korrigjim, këshilla është udhëzim. Ne duhet të mësojmë fëmijëve tanë atë që është e drejtë. Ne duhet t'i ndihmojmë që të mësojnë shkrimin. Më kujtohet teksa jam rritur në shtëpinë e një pastori dhe prindrit e mi më prezantuan me një organizatë të quajtur Shoqata e Mësimit të Biblës. Dhe shkoja në klasat e tyre çdo javë, merrja librin tim dhe mësoja vargjet që ishin aty dhe merrja pikë që mësoja shkrimin. E di që jo gjithmonë e bëja për arsyeën e duhur, por zbulova që duke mësuar vargjet kur je i vogël, ato do të qëndrojnë me ty për jetë. Po ju them një të vështirë. Galatasve 2:20, unë kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua dhe ajo jetë që tani jetoj në mishë, jetoj në besimin e Birit Perëndis që më deshi dhe dha veten për mua. Unë mësova këtë kur isha 7 vjeç dhe nuk e kam harruar kurrë. Dëgjoni udhëzimet. Biblia na thotë që ta ruajmë fjalën e Perëndis në zemrën tonë dhe fëmijët janë të hapur për këtë. Për këtë arsye na pëlqen shërbesa Auana, sepse Auana i përfshin fëmijët në shkrim. Nëse fjala e Perëndis është në zemrën e një personi, do të qëndrojë gjithë jetën me të. Edhe nëse nuk i ndjek gjatë gjithë rrugtimit të tij, do ta mbaj mend që është aty dhe në çastin e dur mund ta rikujtojë për të ndihmuar të gjejë rrugën e tij. Prindër, ne duhet i udhëzojmë fëmijët tanë. Më kujtohet kur kam lexuar këtë këshill për Timoteun, tek 2 Timoteut 3:14-15, por ti qëndron në ato që mësove dhe u binde plotësisht, duke e ditur prej kujt i mësove dhe se që nga fëmijëria i nje shkrimet e shenjta. Që nga fëmijëria. Pra kjo është, miq, ajo që na thot Biblia për të qenë prindër plotësisht angazhuar. Si nga këndvështrimi i bindjes nga ana e fëmijëve dhe nga ana e mbikëqyrjes nga ana e prindërve. Unë duaj që t'ju tregoj pak se çfarë di pas 4 fëmijëve dhe 12 nipër e mbesa. Prindërimi është i vështirë. Është i vështirë. Është gjëja më e mrekullueshme në botë, por është e vështirë. Dhe të gjithë ne, nëse të tregojmë të sinqert, hasim vështirësi si ta realizojmë, si ta bëjmë që të funksionojë. Si mund të menaxhojmë çdo gjë që bëjmë në jetë dhe në familjet tona dhe të jemi prindër të mirë dhe gjithçka që folëm. Dhe dua të dini se të gjithë ne kemi hasur vështirësi me këtë. Unë kam pasur vështirësi të mëdha në vitet e para të jetës time si prind. Më kujtohet që jam ulur në gjunjë dhe i kërkoja Perëndis të më falte për prioritetet e ngatruara dhe kur po i bëja një përkushtim atij, me gjithë zemrën time, si në çdo gjë tjetër, që unë do të bëhesha baba. Dhe për çfarëdo që të kishin nevojë fëmijët e mi, unë do të isha aty për ta. Kudo që do të kishin nevojë të isha, do të isha aty. Dhe tani që e kthej kokën pas, më kujtohet që fluturoja nga njëri breg në tjetrin për të parë ndeshjet e futbollit për të cilat kurrë nuk mund të kisha arsye për të ndjekur, përveç se isha babai i tyre. Unë nuk jam penduar kurrë për këtë. Dhe më kujtohet që kur gjithë kjo mbaroi një ditë, isha në zyrën time dhe po shkruaja se cilat duhet ishin prioritetet e mia, bazuar mbi të qenit një baba i krishterë. Ja se cilat janë, do t'ju jap dhe juve, ato janë 4. Janë të lehta për t'u mbajtur mend. Me siguri nuk do t'ju duhet as të mbani shënime. Ja se cilat janë. Unë jam njeri dhe kam një marrëdhënie me Perëndin, prioriteti numër 1. Unë jam një partner dhe kam një marrëdhënie me bashkëshorten time. Prioriteti numër 2. Unë jam një prind dhe kam një marrëdhënie me fëmijët e mi. Prioriteti numër 3. Dhe unë jam një pastor dhe kam një marrëdhënie me kishën time. Më kujtohet hera e parë që e ndava këtë me bashkësinë dhe u tregova me një buzëqeshje në fytyrë se nuk më pëlqente që t'ju kujtoja se tani ishin numri 4 në listën time. Nuk mund t'ju them se sa njerëz erdhën tek unë ose më shkruajtën dhe më thanë kur mos na ngri më lart në listë. Sepse doktor Jeremia, nëse 1, 2 dhe 3 nuk janë siç duhet, atëherë nuk ke se çfarë të na ofrosh neve. Unë besoj këtë me gjithë zemrën time dhe dua që t'ju inkurajoj prindër, ju mund të realizoni këtë. Ju thjesht duhet të uleni dhe të zbuloni se fëmijët dhe bashkëshortja juaj janë më të rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Bëjini ata prioritet në programin tuaj dhe pastaj përkushtojuni, ndoshta do të dështoni dhe do t'i riktheheni sërish, por nëse keni një listë, nëse keni një formulë, nëse keni këtë formulë, gjithmonë do të keni një vend ku të ktheheni. Perëndia do t'ju ndihmojë. Sekreti për suksesin ton si kish është shëndeti i familjeve tona. Dhe unë shpresoj që sot, mbase Perëndia, ju ka vendosur diçka në zemër që do t'ju ndihmojë, që t'i bëni familjet tuaja, fëmijët tuaj, nipërit tuaj të fortë. Ne do të vazhdojmë të përkushtohemi dhe Perëndia do që të jemi të shëndetshëm.
ky është një nga gurët e themelit për këtë qëllim. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e shpëtimit të Perëndis, do të filloj udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, unë ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, teksa filloni ecjen me Perëndin, dhe unë pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.